dhe deklaron se nuk heq dorë nga grushti i shtetit. Ta shpallin arbikun jo vetëm më të pamshirë, por dhe më të rrezikshëm për shqiptarët dhe Shqipërinë. Edi Rama është armiku më i rrezikshëm i Shqipërisë, jo vetëm prej ngjarjeve të fundit. Çdo shifër, çdo zhvillim i këtyre 13 viteve flet për një rënim të Shqipërisë me autor kryesor Edvin Ramën. Paniçin shqipfols për shqiptarët. Të dashur miq, dje në Hag, prokuroria paraqiti një pretensë kundër ish udhëheqjes politike të Kosovës, identike me pamfletet e propagandës së verbër ultranacionaliste serbe. Nga kjo platformë në emërtuaj, i shpreh besim në plot gjykatësve, u bëj thirrje të vlerësojnë gjithçka mbi bazën e ligjit, të shpallin pafajësinë atyre burrave që me guxim dhe heroizëm mbrojtën 10 mijëra shqiptar nga genocidi me jegër, genocidi serb. Zotëri gjykatës, Ballkani ka njohur genocide të tmerrshme dhe dy janë sot faqezit më të mëdhej të tyre. Aleksandar Vučić në Beograd, që mori pjesë safarin e qytetarëve në Sarajev dhe që nuk njeh genocidin serb në Bosnjë. I dyti, argati i tij, Edi Rama, që ka përzën 1 milion shqiptar, i cili me kusht këtë kalkulueshme për largimin dënohet për krime kundër njerëzimit dhe genocid në përputhje me konventën e Organizatës Kombëve të Bashkuara në edhin 5 të saj. Ndaj dhe zotëri gjykatës, për të bërë drejtësinë, duhet që këto dy monstra të ulen në Hag para jush dhe jo luftëtarët e lirisë. Të dashur miq, Edi Rama në 12 vite ka marrë përsipër misionin makabër të shpërbërjes së kombit ton, pasurisë më të madhe që ka Shqipëria, duke e përgjysmuar atë në 10 vite, duke shtruar në një të ardhme jo të largë Shqipërinë, në një territor gjeografik të zbrazur nga banorët të saj të lashtë mijëra vjeçar, të zbrazur nga shqiptarë. Kush u largue këto vite? Ke përzuri Edi Rama nga Shqipëria, ka përzër gjërësisht moshën e re, ka përzër i ri, duke i rëmbyrë Shqipërisë të ardhmen. Shqipëria pa rini do të thotë Shqipëri pa të ardhme. 300 apartamente rezulton se ka lubia, ndërsa 104 vite duhet të paguaj njëri për të blerë një apartament dhe ndërtuar folen e tij. E kuptoni se s'mbrohen hajdutet, o të nderuar policë, ikni më mirë se s'keni punë aty. Lerni, betejën e kemi me hajdutet. Ka përzën shtres të mesme, duke o bërë jetën pa përballueshme. 33.000 euro pin veren, shish në vers në vit. Pin pra një shish e verë, sa
çmirni 6 prej jush